Aksidenti fatal në Itali, vajza 14 vjeçare goditet nga treni ndron jetë në vend. Një tragjedi ka ndodhur në Cesano Moderno në provincën Monza në Brianza, ku një vajzë 14 vjeçare ka humbur jetën pasi u godit nga një tren në kryqëzimin hekurudhor të ish stacionit të trenit. Incidenti ka ndodhur pasi vajza ka tentuar të kalojë shinat, ndërsa barierat e kalimit ishin të mbyllura. Ajo dyshohet të ketë mbajtur kufje në momentin e kalimit, duke bërë të pamundur për të dëgjuar arritjen e trenit. Stafi i urgjencës 118 ndërhyri menjëherë pas ngjarjes, por për fat të keq nuk ka mundur të bënte asgjë për vajzën përveç konfirmimit të vdekjes së saj. Ky aksident shkaktoi pasoja serioze në transportin hekurudhor, duke çuar në ndërprerjen e përkohshme të linjës midis Palazzolo, Milanese dhe Seveso. Policia hekurudhore dhe karabinierët e Cesano Moderno janë duke hetuar rrethanat e ngjarjes, ndërkohë që ka patur raporte për aksidente të reja fatale në të njëjtin vend. Sipas burimeve lokale, një numër aksidentesh të ngjashme ka ndodhur në këtë zonë, duke shkaktuar shqetësim të madh midis qytetarëve të komunës. Ndërkohë, një marrëveshje për ndërtimin e një mbikalimi hekurudhor midis Ferrovie Nord dhe administratës komunale të Cesano Moderno u nënshkrua pak më pak se një vit më parë, por ende nuk është realizuar. Kjo ka shkaktuar polemika dhe shqetësim tek banorët e zonës, të cilët kërkojnë një zgjidhje më të shpejtë për të parandaluar ngjarje të tilla tragjike në të ardhmen.